Miq Prizmos, në këto ditë të fundit që sigurisht jo vetëm Shqipëria, por edhe Shkoda në mënyrë të veçantë bën atë mobilizimin e fundit, njerëzit bëjnë sqarimin e tyre të fundit, nëse do të shkojnë, nëse nuk do të shkojnë e para. Dhe sidomos për cilin njeri, individ, person politik të kandiduar jashtë listës së sigurt do të votojnë. Këto janë dy dilemat, s'ka dilema tjera, por në fakt ajo që duhet na bëjnë të mendojmë në Shkodër si votohet, kush është fryma, kush është leverdia jonë, politike, ekonomike, sociale. Ajo, si të themi tash, ajo real politik e cila normalisht duhet futet në mendimin ton politik, jo vetëm si pragmatizëm, por si filozofi jete. Realisht duhet bisedojmë në këtë lloj mënyre. Kush e meriton, kush është e mira jonë, kush na ka bërë mirë, kush mbahet mend për të mirat që ka bërë. Jo me kuptimin kush mbahet mend për të këqijat që ka bërë, sepse sigurisht pastaj ashtu mund të gjejmë shumë, por ky është mentalitet disi folk politik. Merremi me ato që kanë bërë. Dhe unë po ju jap një shembull për të krijuar realisht bindjen pse është një individ, një njeri i cili duhet respektuar në kohën e sotme dhe duhet të ketë mbi anët e partisë elektoratin e tij, dhe që sigurisht për mua është Benet Beci. Është kryetari i bashkisë, ai që sigurisht ka edhe shtetin, dhe pushtetin e madh mbrapa tij, në mbështetje dhe në sugjerim, në strategji zhvillimi, në mendim politik, në përkraje të jashtëzakonshme financiare dhe ekonomike, që sigurisht është edhe Edi Rama. Po pse them Benet Beci, që në fundet ishte edhe drejtuesi politik i kësaj fushate dhe kryetari i bashkisë, ai që ndryshoi atë kohë regjimi politik i cila zgjati 33 vjet në Shkodër. Doni t'ua përmend të gjithë kryetarët e bashkisë, ju të mbani mend çfarë të mira është bën. E filloj me kryetarin e parë që është Filip Guraziu. Sigurisht do mbahet mend për ndrimin e njerëzve në bashki, nga komiteti ekzekutiv i asaj kohe dhe në bashkia. Hoqi ata që quheshin komunist dhe vendosi ata që quheshin edhe që vazhdojnë akoma në mënyrë groteske të quhen antikomunist. Por çfarë bëri? Asnjë ndryshim në mentalitet. Po e njëjti mentalitet e. Në fillimet e tyre erdhën duke larguar telefonin. Sigurisht asnjë lloj respekti për teprimin 45 vjet, po tash po shkojnë edhe 35 vjet tjera me po të njëjtin mentalitet, por me fjalën antikomunist. U zbrazën zyrat nga mediokriteti i PPSH-s dhe u mbushën zyrat nga super mediokriteti, shpeshherë edhe njerëzit e përftuar edhe nga padituria dhe nga shërbimi që i kishin bërë dikur sigurimit të shtetit. Për këtë mbahet mend Filip Guraziu, për asgjë tjetër, unë nuk e mbaj mend për asgjë tjetër. Sidomos në veprimin si kryetar bashkie në pushtetin vendor. Po, njeriu që rriti frymën e ashtu quajtur të antikomunizmin, dhe që e pasuar në gjithë të tjerët, po gjë tjetër nuk mbahet mend. Rrugë, trotuare, shërbime. Mbas tij, në një periudhë shumë vështirë kohe, vjen zotëni Baria, Boriçi. Po, ky mbahet mend. Nuk pranoi të firmoste disa marrëzira, shkresa, devijate, të cilat i shkuan në zyrë bile nga herë dhe të imponuara me pistolet. Bari Boriçi, duke qenë një qytetar krejtësisht i nderuar dhe familje shumë e mirë, nuk pranoi ta bënte këtë gjë.
S'pranoj të bënte asgjë në vitet më të rëndomta, më kriminale që Sali Berisha dhe partia e tij, që në fundit Shkodër këtu ju kundërvuan, zgjodhën njëri djathtas realist dhe jo të majt që quhenin veten antikomunist. Kështu që respekt për Bari Boricin, pa ai nuk kishte asnjë lloj mundësie që të bënte kryetarin e bashkisë. Mas ti vjen zoti Rusi. Çfarë mbani mend ju, moshatarët e mi, ju më të mëdhej dhe pak më të vegjël, që bëri kryetar bashkimit? Çfarë bëri? Çfarë shërbimi i bëri Shkodrës? Përveç disa lejeve të ndërtimit shumë të diskutueshme edhe sot e kësaj dite. Sigurisht ishte një qytetar Shkodrë, patjetër. Çfarë i bëri Shkodrës si shërbim? Dhe po kjo pyetje mund t'i bëhet edhe për Artan Haxhin. Me shumë leje të gabuara ndërtimi. Çfarë i bëri si shërbim përveç faktit që nxirrte xhepat bosh dhe thotë Bashkia e Shkodrës ka pare sa ori kumit, ari kumit. Fillon në mënyrë të përsëritur, në mënyrë groteske, po i njëjti lejtmotiv. Komunistat nuk na duan, nuk na japin para, dhe këto antikomunistat po kthenin Shkodrën në një laborator kavjesh. Mbani mend se bëri gjë Artan Haxhi si kryetar bashkie. Pastaj vjen Lorenz Luka. Sigurisht ai ka bërë më tepër se gjithë të tjerët bashkë. Kishte mbështetje edhe pushtetin e Sali Berishës. Sigurisht i ka shtruar rrugë të brendshme, ka bërë gjelbrim edhe pedonale. Jo më tepër se sa kaq, por ishte një njeri, këtë e dihet me kompetencë, që kur dilte nga shtëpia, preokupohesh për qytetin e vet. Mundohesh të bënte kryetarin e bashkisë me ato djeni që kishte ai. Por gjë tjetër më tepër se sa kaq, as nuk bënte, as nuk kishte mundësi të bënte. Dhe sigurisht, vuajti pasojat e lejeve gabim të ndërtimeve nga më të shëmtuarat që ka Shqipëria dhe që janë në Shkodër, dhe dha edhe disa vetë. Mbani mend se çfarë ka bërë Voltana Ademi, çfarë i ka rregulluar Shkodrës përveç se bënte debate, s'kena buk me ngran, nuk na duhet stadiumi dhe marrëzira të tjera. Dini gjë që çfarë investime, çfarë shërbime që kanë bërë Shkodrës. Kjo zonja bashkë me stafin, dhe që nuk ndeti pak, po i kaloi 6 vite, të shkoi 7 vjet. Inatëshore deri ku nuk bëhet, dhe sigurisht asnjë lloj shërbimi, asnjë lloj investimi, përveç se retorikës politike, komunistat ata nuk na duan, e tjerë. Mbani mend se çfarë shërbimesh edhe investimesh ka bërë edhe Bars Fajia. Unë po, maj mend, përbara ka bërë oborin e shtëpisë time. Atë ka shtruar në fushat elektorale. Sigurisht, të gjithë mund të thoshin atëherë ka shtruar për fushat elektorale, unë nuk kam thënë kur e ka shtruar për fushat elektorale. Shumë mirë që e ka shtruar. Dhe ja kam ditur gjithmonë për faleminderit, por dini se çfarë ka bërë për Shkodrën Bars Fajia? Si kryebashkiak, po i përmend gjithë to për të dalë te Benet Beci. Tash po ju pyes, çfarë dini se ka bërë Benet Beci për shërbime dhe investime? Sigurisht duhet filloj tani dhe të mbaroj nesër. Dhe ata që thonë që i kanë bërë këto komunistat mund të përgjigjen po me fjalë të retorikën e tyre, po i pas kanë bërë këta komunistat, pra pas kanë qenë të gatshëm. Domethënë pas kanë mbajtur në mënyrë të padrejtë këta antikomunistat. Sepse në momentin që erdhën në pushtet, pikërisht bën këtë, që ato antikomunistat nuk kanë bërë asnjëherë me të gjithë kryebashkiakët e tyre. Kur? Sepse e kanë dashur peng. Dërsa Benet Beci ka shtruar rrugët, ka vendosur dritat lehtë, ka rregulluar të gjithë fasadat, jo vetëm përpara, por edhe mbrapa me kapota. Ka investimet më të mëdha këto 35 vite. Ka shëmbur ato marrëzirat e antikomunistave, grabitjet që ju bën pjesëve më të bukura të Shkodrës, ka rregulluar shkollat, ka rregulluar edhe rrugët e fshatrave, ka investuar ke ujësjellsat, ka çliruar kolektorët e ka ndërtuar të ri, ka rregulluar lagjet e brendshme.
po rregullon rrugën si Ura e Bunës, si Shirok Zogaj, sigurisht janë gjithë planet për të bërë, marrëzirat me ishin planet tona, si ishin planet tona, këto janë përdorim për planet manki, është njësoj që t'ja shpjegosh majmunit, që din majmuni, s'ka shkolla s'kur gja, e merë për të vërtet. Por ata që nuk janë majmun, që i kanë kaluar dhe homo sapiensin, janë njerëz normal, e kuptojnë që është vetëm një kryebashkiak, i cili ka bërë këto. Të tjerët janë marrë me antikomunizme, janë marrë me fjalë, janë marrë me retorika boshe, me kundërshtime, me kthimin e Shkodrës, pikërisht në një laborator ku kavjet, banorët e saj, pësonin të famshmin antikomunizëm të njerëzve, gjysma shërbëtorët komunistave dhe sigurimit shtetit në 45 vjetë. Në këtë pikë, Shkodra, në 11 maj duhet votoj filozofinë e Benet Becit dhe jo filozofinë e këtyre tipave të cilët sigurisht as kanë punuar, as kanë përpunuar kur për Shkodrën. Këta përfaqësojnë Partinë Demokratike të Sali Berisës, që është partia që përfaqëson ignorantët, arrogantët dhe debelhanët. Është partia e tyre. Mirë ignorantë, po janë dhe arrogantë në ignorancën e tyre, dhe për më tepër janë kokrat e demelave. Të intrigës të jashtëzakonshme politike, brylave të jashtëzakonshme edhe me njëri tjetrin, njerëz të cilët në kapacitetet e tyre mendore nuk shkojnë më shumë as se dhelpra dhe as se ujku. Deri në këtë nivel janë, jo më tepër se sa kaq. Po ky nivel është për mbretërinë e pyllit. Dhe sigurisht kjo mbretëri pylli i takon mentalitetit të Sali Berisës, nga ka origjinë. Disa Shkodra është në origjinë urbane, në urbanitet të përjetshëm të saj. Këtu e kam fjalën dhe unë. Ne nuk mund të shkatërrojmë të ardhmen tonë duke imituar punët që kanë bërë kryebashkiakët përpara Benet Becit. Nuk mund të shkojmë te mentaliteti i këtyre lloj kryebashkiakëve që përmenda deri tani, edhe pse të gjithë janë qytetarë të Shkodrës. Ka një vlerësim nga unë si pjesë e qytetit Shkodrës, por nuk kanë vepruar si pjesë e rëndësishme në mentalitetin e qytetarëve urban, në trashëgimi urbane, kulturore, politike dhe njëkohësisht edhe në dashni për Shkodrën. Por ndryshe Shkodra do të ishte qytet tjetër. Do kishte filluar të imitonte Shkodrën e madhe. Jo, këta ndoqen mbrapa Sali Berishën. Me mentalitetin e Viçitolit. Këta ulën Shkodrën urbane, Shkodrën mijëvjeçare, Shkodrën qytetare përpara një folkloriku. Të gjithë këta kryebashkiak të famshëm. Ndërsa Shkodra donte investime, Shkodra donte vizion, Shkodra donte shërbime. Unë nuk them se nuk është bërë asgjë. Them që Shkodrës nuk ju shërbye dhe Shkodra u paraqit sigurisht si laborator politik. Shkodra nuk ka nevojë më as qytetarët e Shkodrës të kthehet në mënyrë të tillë. Dhe kjo është ajo që ka Benet Beci surplus. Duke menduar Benet Becin, veprimtarinë e tij si kryebashkiak duhet votuar ai numri 5. Sepse pikërisht janë shërbimet, janë investimet, është një Shkodër e cila tenton të ndryshojë për të kthyer krenarinë e saj të dikushme. Dakord, miqtë e mi, këtë desha të them. Kështu funksionon, edhe kështu duhet të funksionojë me datën 11 maj.